tashmë të ndalemi në të tjera informacione, por nëpërmjet gazetarit tonë Sido Barka, i cili na tregon për një aksion të policisë i cili ka çuar në arrestimin e një personi i cili është kapur me armë dhe tritol, sasi e cila mendoi se më pas mund vendosej tek persona të tjerë, për të cilat ai ndoshta mund të ketë qenë i udhëzuar ose mund të ketë patur konflikte. Por na tregon më shumë Sido. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjes Bregina dhe Flori. Në fakt policia e Tiranës ka parandaluar një ngjarje të rëndë duke arrestuar një person i dyshuar i cili mund të kryente një atentat ose do të vendoste një sasi tritoli tek një biznes. Megjithatë, vijojnë hetimet e policisë sa i takon dokumentimin dhe zbardhjen e ngjarjes. Të paktën sipas zburimeve mesohet se Periklit Doçi është arrestuar në orët e para të mëngjesit të së dielës, i cili është kapur duke udhëtuar me një motor. Në fakt ndalimi i tij ka qenë rastësor pasi është pikasur nga patrullat të ndryshme të policisë dhe menjëherë ka ndjekur për shkak sepse gjatë drejtimit të motomjetit të tij kishte vendosur dhe një mask duke ngritur dyshime tek policia, të cilët e kanë parë duke udhëtuar në afërsi të zonës së Kamzës. Menjëherë sapo është ndaluar nga policia për nga efektivet e policisë, ndaj tij është ushtruar kontroll ku është gjetur një armë zjarri por dhe një sasi tritolit C4. Menjëherë ai është arrestuar dhe më pas është shoqëruar në ambientet e komisariatit numër 5 ku është marrë në pyetje. Të paktën burime bëjnë me dije se Doçi kishte konflikte me disa persona të tjerë dhe dyshohet se pikërisht ishte nisur për të vendosur sasinë e tritolit tek banesa ose tek biznesi i këtyre personave, ngjarje e cila në fakt po hetohet se takon konflikti që ky i fundit pra autori i dyshuar i arrestuar tashmë nga policia mund të ketë patur me persona të tjerë. Megjithatë, Doçi njihet si një person problematik ku pritet sërish të merret në pyetje nga grupi jetimor në lidhje me dokumentimin e plot të ngjarjes. Kur themi person problematik, ka patur precedent penal apo ka një lloj informacioni për autorin? Sa i takon precedentit të tij penal, Brigena ngjelet për të verifikuar nga policia për shkak sepse ende nuk është dhënë njoftimi zyrtar nga drejtoria e policisë vendore të Tiranës. Megjithatë, njihet si një person problematik i cili kishte disa konflikte me persona të tjerë, veprime të cilat ende po verifikon jo vetëm për shkak të konfliktit që ka patur me personat të cilët pra Doçi kishte në shënjesër, por dhe për të zbuluar se ku kishte arritur të gjente armën e zjarrit dhe sasinë e tritolit të cilat e kishte me vete me motomjetin të cilet po udhëtonte, ku gjithashtu dhe motori me të cilën e po udhëtonte ishte i vjedhur. A janë kontaktuar personat e tjerë nga policia e Sido, pra le themi janë marrë në pyetje dhe ata për të kuptuar në fakt që a ka ekzistuar një konflikt mes së dyja palëve? Po, Flori, janë marrë personat e tjerë të cilët pra dyshohet pikërisht se kanë qenë në shënjestër të sulmit të autorit tashmë të dyshuar i arrestuar nga policia. Megjithatë, ata kanë dhënë dëshminë e tyre, pritën të shoqërohen sërish për të dhënë një dëshmi tjetër. Hetimet e policisë kuptohet që në fillim kanë qenë të dyshuara se personi i arrestuar mund të ketë qenë i paguar nga persona të tjerë për të vendosur sasinë e tritolit. Megjithatë, më pas, pista kryesore e policisë është përqendruar tek konflikti që vetë autori i dyshuar për tashmë i arrestuar ka me persona të tjerë. Rëndësishme është që është arritur të parandalohet në kohë dhe nuk ka dëmen njerëz. Faleminderit Sido për gjitha informacion. Faleminderit juve.